Jeta është një rrugtim i shkurtër, një udhtim që nis me lindjen dhe përfundon me vdekjen. Njeriu ecën nëpër të, shpeshherë i pavetëdijshëm për kalimin e kohës, i hutuar nga preokupimet e përditshme, nga dëshirat që nuk kanë fund dhe nga sprovat që ndalojnë të ndalet e të mendoj. Por çfarë mbetet në fund? Pasuria? Fama? Kënaqësia e kësaj bote? Jo. Në fund, njeriu mbetet vetëm me veprat e tij. Profeti Muhamedi, paqja qoftë mbi të, na ka këshilluar: shfrytëzo 5 gjëra para se të kapin 5 të tjera. Jetën tënde para vdekjes, shëndetin tënd para sëmundjes, kohën e lirë para angazhimit, rinin para pleqërisë dhe pasurinë para varfërisë. Kjo është një thirrje për reflektim, një kujtesë se koha është dhurata më e madhe që na është dhënë dhe se duhet ta përdorim atë në mënyrë të mençur. Shfrytëzoje jetën duke bërë vepra të mira, duke falur namazin me përkushtim, duke lexuar Kur'anin dhe duke përhapur fjalën e së vërtetës. I dobishëm për familjen tënde, ndihmo të varfërit, qetëso zemrat e njerëzve me fjalë të mira dhe buzëqeshje të sinqertë. Mos e humb kohën duke u marrë me gjëra që nuk kanë vlerë në ahiret, por përgatitu për takimin me Allahun. Nuk e dim sa gjatë do të jetojmë, por e dim se një ditë do të largohemi nga kjo botë. Dhe kur të vijë ai çast, do të pendohesh vetëm për kohën e humbur, për namazet e lëna, për rastet e shpërndaruara për të bërë mirë. Ndaj, mos prit që nesër të pendohesh për atë që mund të bësh sot. Çdo frymëmarrje është një mundësi për të fituar faljen e Allahut, për të fituar mëshirën e Tij dhe për të ndërtuar një jetë që do të ketë vlerë edhe pas vdekjes. Mos e lejo vdekjen të gjejë të papërgatitur. Shfrytëzoje jetën para se të merret.